kombëtari aktuale i ka gjërat në vi. E thënë kështu dhe ne tashmë do flasim për të ardhmen e largët disit kombëtares ton. Bëhet fjalë në fakt me ne në studio është zëvendës trajneri i kombëtares U13 të kombëtares shqiptare, Glen Herri, cilin e përshëndesim. Përshëndetje Glen. Kënaqësi që të kemi sot prezent, është kënaqësia jona dhe do të flasim tashmë për kombëtaren e moshave. E para po nisim me ty. Sa kohë ka që merresh zëvendës trajner me kombëtaren, si ka nisur? Atëherë, si zëvendës trajner me kombëtaren, tani së fundmi më kanë thritur, kam një po bëj një 2 muaj. Është eksperiencë e re për mua. Që ke freskët. Si trajner kombëtar U13, por si trajner kam rreth 9 vite që jam në treg, le të themi. Me moshat tërkohës? Me moshat, vetëm me moshat kam punuar gjithë kohës, asnjëherë me ekipet fare. Glen, ti ke punuar gjithmonë, po them me mosha që formohen 12, 13, ndoshta edhe mosha pak më të mëdha, po duke filluar nga këtu, ku kuptohet futbolli më mirë. Pak a shumë i kam prekur të gjitha moshat personalisht, duke filluar nga U7 që kam filluar rrugtimin tim të parë, deri tek U19, ku aktualisht jam dhe tek Tirana. Kam prekur dhe pjesën si zëvendës trajner tek U21-shi, vjet më saktë, me një trajner atje. Cila grup moshë duket ty që ka më shumë grind për futbollin? Se ndonjëherë thonë që dhe U7 luan fort. 7 vjeçarë ndoshta luajnë fort. Grindën e përcjell i pari trajneri, sepse ka trajnerë që kërkojnë grind. Unë jam një till që unë kërkoj grind, duke qenë se jemi dhe i çiksi popull në që na pëlqen ajo grinda, kemi çik gjaku. E duam një sparkat ndikohet. Ndikohet dhe nga familja, varet nga çfarë familje është rritur, sepse një që është rritur, një fëmijë që është rritur tek një familje që është e butë, po themi familje artistash. Do jetë lojtar pak më i butë. Do jetë pak më i butë, me jo ëmbël më të saktë. Çfarë kërkohet më shumë me që ti punon tani me grup moshën 13 vjeç, dhe kuptohet që ata janë më të mirët në Shqipëri me që luajnë te kombëtarja. Çfarë kërkohet më shumë tek ata? Ndoshta teknik, fizik, çfarë kërkohet më tepër? Ne punojmë në 3 aspekte, pjesa teknike, pjesa psikologjike, që është shumë e rëndësishme ke fëmijët e vegjël, edhe te pjesa strukturës. Pjesën taktike ne nuk e punojmë shumë, por nuk e lejmë mbrapa, thjesht nuk e punojmë siç punohet tek moshat më tej, tek U17, U19 ose tek i parë. Sepse taktikisht kanë kohë ata të piqen. Taktikisht kanë shumë kohë që të piqen. Pjesa teknike dhe koordinimi janë kryesorët që punojnë tek fëmijët e vegjël. Si dhe struktura, mbas strukturës bëhet dhe përzgjedhja e lojtarëve. A është vërtet të treja bashkë, më fal. Është vërtet që kjo është mosha që më shumë kërkohet nga trajnerët, edhe karakteri dhe disiplina, më tepër nga që bëhet fushë ndoshta. Ato lidhen të gjitha bashkë, karakter, disiplinë, disiplinë dhe jashtë fushë, jo vetëm brenda fushë. Sa regjim mbajnë këto fëmijë janë shumë të rëndësishme, janë komponent të cilët lidhin dhe bëjnë një futbollist kompletuar, le të themi. Më fal se më bëri përshtypje falia sa regjim mbajnë këto fëmijë. Patjetër. Duhet të mbajnë dhe fëmijët 12 vjeç regjim? Regjim në të fjetur, patjetër shkolla për mua, sidomos me moshat e vogla që punoj, është kryesorja, sepse sa më i shkolluar, aq më i ditur dhe inteligjent janë në fushën e sportit. Unë preferoj lojtarit inteligjent personalisht, aty ku jam dhe trajner. Kështu që varet nga trajneri, mund preferojnë dhe lojtarë vetëm të fortë, unë preferoj lojtarët inteligjent dhe teknik. A mendon që familja ndonjëherë mund të luajë pa dashje, prindi një rol negativ tek fëmijët, duke detyruar të luajë kudo ai, apo duke detyruar që të bëjë diçka më shumë, duke bërë një presion negativ, po them? Unë e lidhe shumë mirë këtë, më pëlqen kjo pyetja sepse dua ta lidh me të gjithë prindërit, se i bëj thirrje që mos ndikojnë, sepse shpesh herë ndikojnë dhe negativisht te fëmijët, duke i thënë edhe ti je më i miri, ti je patjetër që fëmia do pak atë spunton nga prindi, po jo ta tejkaloj trajnerin, duhet bëhemi gjithmonë, i bëj thirrje gjithë prindërve gjithmonë që të bashkohen me trajnerin, bëhemi një me trajnerin. Ai mund të jetë shumë i mirë, por nëse ne i themi shumë mirë gjithkohës, mendoj që fëmia stopohet aty dhe kënaqet me atë. Unë personalisht mendoj që fëmijët asnjëherë nuk duhet të kënaqen. Futbollistët e mëdhenj, ke Cristiano Ronaldo nuk e kish kënaqur asnjëherë me veten, gjithmonë do të punoj. Dhe me fëmijët, sidomos me fëmijët e vegjël, asnjëherë nuk duhet të jetë i kënaqur ai me atë që jep. Kë she pikën më të fortë të futbollistëve të së ardhmes të Shqipërisë? Mbrojtja, sulmi, mes fusha, porta, si ke vënë re? Dgjoj, tek fëmijët. Tek fëmijët. Pjesa përpara, domethënë pjesa sulmuese, ofensive, pra nga mes fushat, mes fushorët sulmues, i kemi më mirë se sa pjesën mbrojtje aktualisht me ato që kam parë dhe unë. Jo sa ato të mbrojtjes ngelen mbrapa, sepse unë kam luajtur mbrojtës vetë personalisht, edhe kam dhe të preferuarit e mi aty me atë mendjen time, kam mbrojtës shumë të mirë,
Por mendoj që edhe kjo ndikon të lidhin bashkë prapë me prindrit që gjithë duan sulmues, Mbappé, Yamal. Bëjnë gola, thotë, Bëjnë gola. Kështu që pjesa defensive ndjes është pak më e reduktuar tek fëmijët, nuk e preferojnë shumë. Portierin Bezi e preferojnë, domethënë detyrohemi ne trajnerët që shohim në lëvizje në një refleks të ndonjërit që e fusin port kur janë të vegjël fare, sidomos 7-8 vjeç. Dhe më pas ato fillojnë e kanë qef pas e pjesën. Por historikisht Shqipëria ka qenë më mirë në mbrojtje. Unë me Florin Kaçeto luajm portier, ta dini këtë. Dy portier. Por jo me detyrim, unë kam zgjedhur të jem portier, dëshirën e plot. Edhe unë. Unë them që është çike vështirë, thjesht kjo është. Nuk e preferojnë shumë, preferojnë gjithmonë pjesën ofensive. Është pjesa moderne se Shqipëria ka pas portier historikisht, ëh, nuk është se Blen, ndoshta është shumë herët për bërë një parashëkim, po them, po kombëtarët aktuale shkojnë në play-offin e botërorit. Ai brezi që ti e shikon nga afër, deri ku mendon që mund të shkojë? Pra, Shqipëria në të ardhmen, ka një të ardhme të garantuar mendon? Ardhmja është patjetër e garantuar. Lojtarët të kombëtarës unë kam parë pothuajse dhe tek ndeshjet që u zhvilluan aktualisht dhe të moshat U15, pash kemi lojtarë shumë talentuar, jo talente, se është kjo fjala e kam çunin talent, ose është futbollist talent, pasi futbollistë nga Brazili, nga Argentina, këto që dalin i bit çfarë janë ata janë shtoksor. Kemi talente për Shqipërinë. Po. Tirana po kalon një periudhë jo të mirë. Je pjesë e akademisë të Tiranës, trajner. Tani, besoj edhe tifozët. Kritikat normalisht. Kritikat sapo lan pas 17 nëntorin etj. Por kritikat të shumta për Tiranën është fakti që këtë sezon është dyndur me lojtar të huaj dhe nuk po përdor lojtar të akademisë. Lojtar të akademisë, që ndoshta ti mund të kesh kaluar më herët, që Tirana ka prodhuar më parë emra si Ernest Muçi, Çel Haka, etj. Si pjesëtarë akademisë. Të vjen keq që ndoshta nuk jepen çik mundësia më shumë lojtarëve të tu. Gjë, ajo është politike e klubit, e zgjedhin vet, por aktualisht janë mbi 4-5 lojtarë nga akademia që janë pjesë e ekipit parë, siç është Sergio Vogli, Mihana, Tola, Leo Kozi, që tashmë është bërë si veteran, po, sa ka kota në port. 3-4 vjet. Mos kam harruar Ermal Meta. Po. Kështu që janë 4-5 lojtarë që janë aktualisht dhe me sa kam dijeniun për pjesën e ekipit parë, sepse ne të akademisë nuk kemi lidhje me pjesën e ekipit parë, marrin vazhdimisht dhe gjatë verës për shembull ose tani gjatë dimrit te fazat përjetore marrin lojtar për të provuar nga këto që kanë rënë nga U19, U18, U17 i marrin në provë, që i japin një spunto dhe atij vet lojtarit, por dhe gjithë ekipit që të punojë më fort, sepse ja aty është dera e hapur, domethënë për çdo lojtar të ri që mund të performojë shumë mirë. Do të ofrohesh një stoli Tiranës. Jo, pse? Ne po japim një ide për presidentin e tjerë që na ndjekin. Besoj edhe ti vetë ke menduar. Do të ofrohesh stoli Tiranës. Po, jo. Për mua është ende e herët. Duhet i marr gjithmonë punët që i marr me përgjegjësi të plot dhe patjetër që do gabojmë, po nuk do të gaboj që të dal bluff, më thonë za. Pëlqen që ti marrësh shkallë gjërat. Aktualisht jam shumë mirë këtu ku jam, ndihem shumë mirë, kam përkraje edhe nga presidenti i klubit, kështu që por për të ardhmen nuk e përjashton. Nuk e përjashtoj sepse është ndjenjë, është kënaqësi, është përgjegjësi e madhe, por e shohi çik të largët, domethënë, jo tani shumë shpejt. Ndoshta si zëvendës trajner, pse jo, nuk e them jo. Bukur, kjo ishte bukur. Me që ne jemi te kjo atmosfera futbollit gjithkohon, pra kemi një studio që vetëm për futboll flitet, dhe për sportet e tjera po futbolli dominon Shqipëri dihet. Futbollin shqiptar e prekëm. Tani me futbollin evropian ti kë nga ekipet mbështet? Unë jam tifoz me Interin. Me Interin. Oho! Shiko. Nuk para kemi patur interista këtu në studio, kështu që 2-3 pyetje për Interin duhet t'i bëjmë. Tani, keni larguar Aslan. A ndjen pak dhimbje që iku një shqiptar nga Interi? Ndjej dhimbje që iku një shqiptar, por mendoj që është zgjedhja e duhur që ka bërë Aslani, duke qenë që tek Interi nuk merrte minutazhin që i duhej, patjetër një futbollist që rritet duhet marrë gjithmonë minutazh sa më shumë. Dhe atje te Torino besoj se po bën mirë. Duket më i çliruar nga Interi. Normalisht sepse Interi është ekip shumë më i madh se Torino, ka objektiva shumë më të mëdha se Torino dhe normalisht presioni është më i madh. A del kampion Interi këtë vit? Po ja afron dhe derbi me Milan. Jemi 10 ditë para derbit. Si vjet jam më optimist për dal kampion se sa që ishin vjet, sepse Napoli vjet nuk kishte pjesën e Champions League-s e kupës që të lutet 3 herë në një javë ose në 10 ditë, nuk e kishte këtë. Dhe prandaj për mendimin tim
dolëm kampion. Dhe është jam optimist domethënë për Interin që del kampion këtë vit. Kemi patur mendime që këtë vit Ligën e Kampionëve merr Bayerni, e merr Barcelona, merr Reali. A do kemi një vot nga ti që e merr Interi këtë vit? Nuk mendoj këtë vit. Nuk e shoh më shumë për kampionat Interin se sa për Champions. Për Champions. Aktualisht jam tek Bayerni më shumë sepse e ka treguar. Pse nuk e shoh fare? Kemi marrë shumë vota për Bayernin, Kemi marrë 4 vota për Bayernin. Ka treguar deri tani. Tani varet se si patjetër ndryshon koha. Në zhvillim më tej sepse ndikojnë dëmtimet më shumë, ndikojnë tek pjesa e organikës, por organikën Bayerni e ka, domethënë dhe zëvendësimet që i shohim shumë. Interi deri ku shkon për ty? E kap finalen prapë? Jo, s'besoj. Mendoj deri në kaçe. Deri në kaçe shumë i dhe për Mirë mua. Fole subjektivisht. Çfarë preferon një trajner më shumë? Një lojtar problematik, por që bën ato që bën Lautaro dhe Vinicius në fush, apo një lojtar më korrekt që i bindet urdhrave, por më i dobët nga këta emra që tha. Çfarë preferon një trajner si ti? Një trajner si ti. Do të thotë ke okta alternativë o këtë? Unë preferoj ushtar në fush, jam pak si Guardiola, por edhe për Lautaron edhe për Vinicius mendoj që ekipi ka nevojë, sidomos me driblimet që ka Vinicius është. Unë e shoh edhe më lart se Mbappéja, personalisht. Më lart se Mbappéja? Më mirë? Personalisht. Besoj ka humbur pak. Ka humbur pak. Okej. Pra vetëm në një janë. Po luan në hijen e Mbappés, mendoj, por për driblimet që ka ai është më mirë se mendoj unë gjithmonë. Mendim, po futbolli ka vetëm mendime ka. 1v1 të 30 metrat e fundit. Është i frikshëm. Tek 1/3 e zonës kundërshtarit është shumë i frikshëm. Po dhe futbolli ka evoluar, ndryshojnë pak rolet. Ka evoluar patjetër, por unë mendoj që edhe futbolli është i gjithanshëm, domethënë luhet edhe për ato tifozë. Do të thotë ai, për ne preferoj edhe Vinicius sepse ai driblimi 1v1 i hyn punë atij tifozit që të bëj ajo euforia që kanë në tribuna. Ne për shembull po ta lidhim me Shqipërinë, dje dilte topi Ahud edhe gjithë stadiumi këmbë. Ose Bellinghami që bindet tok 2-3 herë. Çka Bellinghami në buça kemë. Po, ajo që ndodhi çfarë po Bellinghami se. Tani një pyetje që ka po del si debat shumë futboll botror. Shumë trajnerë hedhin hipotezën që po zhduket 10 tipik. Po bazohet më shumë lojat e wingerat e krahët. Si e shef të moshat? Nuk e mendoj. Unë për shembull personalisht me 10 lozim. Çfarë formacioni përdor për 2-10. 4-2-3-1, por mund të lozë dhe me 1-6 poshtë. Okej. Edhe me 2-10 sipër, e preferoj varësisht të ekipit kundërshtar, nëse do të bëj pressing lart, i ngjisë të pak më parë ne kishim një të ftuar, një tifoz kombëtar i cili tha do preferoj kombëtarët të luajnë me 3-5-2. Dhe kishte idenë që mitaj duhet dalin me spush. Prandaj po do në 3-5-2. Pse është e vështirë 3-5-2? Është e vështirë 3-5-2 sepse e para duhet të jetë trajneri i adapt për atë punë. Po ta lidhin edhe me Interin, e bëri Inzaghi dhe po e bën prap Kivo, po bën vetën gjë, nuk është se po bën në shkencë. Ka ca lëvizje patjetër që do ndihen lëvizjet, po janë të vogla. Shumë e vështirë po 3-5-2, mendoj dhe kombëtari unë mendoj 4-2-3-1 është perfekt. Po pse ne kur e mendojmë 3-5-2, mendon që do fuzësh Ismailin, Ajetin, Gjimshitin tresh, do lësh Hysa me Mita nga krahët, me fushën si Xheke, Aslani, Sheu dhe Laçi, por i bie që të ikë gjithë eksperjenca ose ajo eksperiencë fantastike që na solli Arber Hoxha dje tek ndeshja. Po nuk e winger. Që se s'ke winger. Po nuk mund të për shembull Hoxha para me Brojan, po nuk e di lloj. Nuk e bën dot. Hoxha luan vetëm winger, nuk e bëhet. Po të dali aty tek dyshja, domethënë që të bëhet me dy sulmues, nuk e sfumohet. Nuk është ai Hoxha që ne shohim. Se preferon krahun për të sulmuar kundërshtarët nga krahat 1v1. Gjën e fundit, një mesazh për lojtarët, jo vetëm ata që ti trajnon, por një lojtar i cili pretendon të arrijë duke filluar nga kombëtarja e moshave dhe pastaj për të kaluar deri te kombëtarja e madhe. Çfarë duhet të ketë parasysh një lojtar? Duhet të ndjekin ëndrat, sepse ëndrat po i shohim që bëhen realitet. Nuk është pak që të luajmë kundër Anglisë. Më përpara po e bëj kështu për të qeshur, i shifrin, i zgjidhnin në për PlayStation Bellinghami me shok, kurse sot i kemi duke luajtur përballë, ishte çike pa besueshme. Edhe luajnë mirë kundër tyre. Ëndrat bëhen realitet. Duhet të jemi shumë jam shumë prapë te regjimi. Më pëlqen ky lloj trajneri, më pëlqen. Regjimi, shumë punë, i kanë të gjithë kushtet, sidomos fëmijët e sotëm. Nuk jam shumë i vjetër, po përpara kemi pas fushat me dhe sot janë të gjitha me bar artificial shumica.
ka topa, ka bazë materiale, kanë të gjithë kushtet, punohet individualisht, qoftë me profesorë atletike, qoftë teknike dhe ushqimet besoj se mungojnë të fëmijët, ditët e sotme, takat nuk mungojnë, janë gjëra që kanë munguar më parë dhe prap kemi prodhu futbollistë. Jo më sot, vetëm këtu ngulmoj, domethënë pjesa punë, regjim dhe të jenë strikt të ajo që bëjnë. Domethënë mos t'i anashkalojnë asnjëherë ushtrimet që jep çdo trajner. Asnjëherë, është shumë e rëndësishme. E ka ose se ka mendjen trajneri. Duhet ta keni çik vetë fëmia domethënë që të punojë Ta ketë dëshirën për vetë. të ndjekat e ëndrrën sepse ëndrat sot arrihen. Glen, të falenderojmë shumë për mesazhin që dhe, për këtë bisedë këndshme me futbolli dhe presim që kur luajë kombëtarja të vim dhe ne ta shohim nga afër. Ju urojmë dhe fitore kombëtares Në ndeshjet e play-offit. ndeshjet e play-offit, kushdo që të na bjerë, unë jam prap optimist që ne do i kalojmë sepse kemi treguar veten gjatë gjithë fazës grupeve, duke psu vetëm 5 gola. 4 Katër nga Anglia. Anglia nuk është ndonjë gjë e madhe dhe mënyra si u psuan golat nga Anglia ishte çik kështu. Edhe pak favorit Edhe parë. pak. Ne në fakt urojmë që të të shohim ty shumë shpejt edhe në stolin bardhë blu me suksese. Ndoshta edhe në stolin e kombëtares, që shumë kënaqësi të kishim në studio, ndërkohë miqtë Andale të enjten në orën 13. Në orën 13 do ndjekim live shorteun e kombëtarës bashkë me tifozët të ftuar për të parë reagimin e shortit për kombëtarën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët, kishim 2 të ftuar, kishim tematika interesante, bashkë takohemi në episodin tjetër. Kalofshi mirë. Patrim fat në short. Ándale.